Unë jam Aleksandr Jushi, kandidoj për deputet në qarkun e Lezhës në koalicionin Euroatlantik. Shqipëria meriton më shumë, jam këtu për që një garanci që Lezhë, Kurbini dhe Mirdita meritojnë më shumë. Aleksandr Jushi, 34 vjeç, me profesion arkitekt, vendos zgaroj me koalicionin Euroatlantik për qarkun e Lezhës. Aleksandr, përse një arkitekt duhet ta lërë profesionin e tij për të hyrë politikës? Kush më mirë se një arkitekt mund ta ndërtojë qytetin e tij. Çdo fushë ka ndikimin e vet për kontributin e krijimit një shoqërie sa më të mirë, edhe për ndërtimin sa më të mirë qytetit. Arkitektura është një fushë që ka shumë direkte ndërhyrjen në ndërtimin e qytetit. Por kam kuptuar dhe besoj shumë që politika është ajo fusha menaxheriale që i përmbledh gjitha fushat tjera. Por se vendose që ti të garosh në siglën e koalicionit Euroatlantik? Së pari, unë jam lind në një familje të djathtë. Gjyshi im është një i dënuar politik, ka bërë burgun në Spaq, ku në fakt edhe për të njohur gjyshi, por edhe për të njohur pak historinë e asaj periudhe, tem diplome kam zgjedhur dhe kam bërë kthimin e burgut të Spaqit në një muze të memorjes. E shoh si një përgjegjësi që një vazhdimsi të rrugës së gjyshit, atë që ka la gjyshi, ta vazhdoj ta çoj me te. Gjatë gjithë kësaj kohe që ka nisur fushata, Aleksandr, besoj takimi edhe në terren ka qenë edhe më të shpeshta. Çfarë bëre më tepër nga takimet në terren? Qarku i Lezhës është qark i shtrirë dhe unë përveç se jam lind në Lezhë, origjina ka nga Mirdita dhe kam qejf ta prek sa më shumë qarkun, që edhe unë të mësoj realisht se ç'a duhet të angazhohemi për vendin ose të jem sa më afër qytetarëve, pra t'ju tregoj që jam një prej tyre. Problematika më e madhe që shikojmë fakt është fakti se po largohen të rinjt. Pra shikoj prindër që janë të lumtur me fatkeqësinë e tyre që po i çojnë fëmijët jashta. Lezhë si qark përfshin edhe Mirditën, edhe Kurbinin. Në fakt jam lind në Lezhë, por origjinën, fisin e kam nga Mirdita. Kështu që takimet i bëjmë në Brëshen, në Rubik, bëjmë edhe në zonat e fshatrave, bëjmë edhe në pjesën e Kurbinit, për të qenë sa më afër me njerëzit. Ti pse zgjodhe të rish këtu dhe të bësh në një farë mënyrë të shembull për ata të rinj që të investojnë dhe të qëndrojnë në vendin e tyre? Besoj se ky vend ka shumë potencial. Ideja është që ne duhet të angazhohemi, të japim kontributin për vendin tonë. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të jepet mesazhi që vendi jonë ka potencial, që vendi jonë ka mundësi. Këto potencialet që ne i kemi në qytet, ti menaxhojmë në mënyrën që duhet, që të jenë nxitse, që një bashkëmoshatar imi, po edhe një më i madh, mund vije edhe mund ta kthejë në përfitim. Ta shohë të ardhmen këtu. Mund të bëjë edhe këtë pjesën që vjen sezonalisht dhe punon, mund të kthehet, por gradualisht të fillojë të gjejë hapësirë, gjejë veten edhe këtu në vendin e vet. Ti takon çdo grup mosh, target group, me profesione të ndryshme, me histori të ndryshme nga zona të ndryshme. Gjatë takimeve po vere një fenomen, njerëzit janë pak skeptik ndaj nesh të rinjve, si të rinë mosh, si të rinë në politik, por ka ana tjetër janë shumë pak kënaqur tek politika e vjetër. Por jam këtu për të thënë se gjithë së bashku mund të shfrytëzojmë potencialin maksimal që ka Lezhë si qark, që të bëjmë një të ardhmen më të mirë për vendin tonë. Jo më kot jemi në këtë pjesë të qytetit Lezhës me Aleksandrin, sepse Aleksandri edhe pse 34 vjeç me profesion arkitekt ka filluar që të lërë gjurmët e veta në qytetin e tij të lindjes. Ura që shihni pas nesh është një vepër e jotja. Si lindi gjithë ideja edhe ky pasioni për të bërë diçka për qytetin tonë? Për ne arkitektët të rinj, se përveç shtëpiave individuale që bëjmë, është shans që të lejmë gjurmë në qytetin tonë. Në bashkëpunim me bashkinë për një kërkesë për të projektuar një urë, më dha mundësia që të krijoj një vepër që mendoj që na përfaqëson mirë shkallë qyteti. Është një çik më me tepër pasion puna kur bëhet fjalë për qytetin e lindjes. Patjetër, pasioni është shumë i madh, por edhe përgjegjësia është shumë e madhe, pasi objekt që nuk përfaqëson vetëm arkitektin ose profesionin, por përfaqëson gjithë qytetin, padojë imazhi i qytetit që mund të ketë në landmark për qytetin. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo pjesë dhe don shumë kujdes dhe shumë përkushtim. Unë shpresoj që kjo urë të jetë vetëm fillimi i asaj çka ka nevojë Lezhë. Mendoj nga këtu deri në det, mundohet një zëtura që të bëhet një lidhje shumë e mirë e qytetit të vjetët e Lezhës me Shëngjinin që është një vend që ka shumë potencial në aspektin turistik. Bëhet një shkyrë qyteti, mos funksionojnë si dy zona të ndara. Dhe jo vetëm urat mbajnë firmën tënde në Lezhë. Çfarë veprash të tjera qoftë edhe simbolike, po që ti ke mundur të realizosh për qytetin tënd? Janë disa projekte ku i kam bërë me pasion për qytetin.
disa nuk janë realizu, disa janë realizu, por janë tjetërsu, pra ka qenë koncept ideje, sepse le themi nga koncept ideja te projekti është një zhvillim. Por që janë dhenë, jam shumë i kënaqur se ato kontribut që kam dhenë, jam marrë parasysh dhe kanë pas ndikim të mirë në qytetin tonë. E kjo edhe të motivon pastaj për të punuar edhe më shumë, për të pasur ide edhe më të reja. Patjetër, siç ka edhe projekte që nuk janë realizuar, që unë mendoj se do ju vi dita një ditë, pasi besoj shumë se janë ndërhyrjet e nevojshme, por besoj se janë diçka e mirë që i ndodhin në qytetin tonë. Cila mendon që është arma më e fortë e qarkut Lezhës? Domethënë pika ku lezhjanët, nuk flas vetëm për Lezhën si qendër, po mirëditorët, Kurbina, si të tjerë, mund të përfitojnë dhe të jetë në favor të tyre. Besoj se arma më e fortë për qytetin janë vetë qytetarët. Si për Lezhën, si për Merditën, si për Kurbinin. Arma më e fortë. Ajo që mendoj duhet patjetër që gjejmë forcën që të bashkuar do të kontribuojmë për një qytet sa më të mirë. Zoti na ka falë gjitha, na ka falë, kështu ditë me diell, na kanë zili shumë vende të Europës. Megjithëse era që fry në Lezhë është e papar dhe ka ca shprehje pastaj që shkodran të terun dhe lezhjan të kreu nuk gjen. Po, pse mos ta shohim pozitivisht, se me erën mund të prodhojmë energji, pra mund ta kthejmë në eficiencën tonë. Po pse ta shohim si problem, ta shohim si zgjidhje, që ta luftojmë natyrën, të shkojmë për krah natyrës. Kjo është një koncept që na kanë thënë shumë të shkolla, asnjëherë mos e luftoni natyrën, po shkoj për ka, merri më të mirën e mundshme. Aleksandër, këto pak minuta që ne po qëndrojmë këtu në qendër të Lezhës, pash shumë njerëz që nga makina të përshëndesin, ja konkretisht, të përshëndesin nga xhami i makinës. Kjo do të thotë që ti del edhe shpesh pa makinë dhe je më në kontakt me jetën, me realitetin e këtij qyteti, apo jo? Për mua është të thjeshtë, se unë jam vendlinjen time, Lezhë është vendi ku mbarova dhe shkolle, dhe vendi ku jam kthyer dhe punoj. Takimet me njerëzit janë përditshme, pasi Lezhë ka një qendër të vogël administrative dhe këtu punë lehtësisht kryen më kollaj në kam. Distancat janë të shkurta, kryen më lehtësisht kam. Shndrohemi me njerëzit tanë, shndrohemi rrugës. Do të thonë këtu po dalësh në qendër të qytetit. Na jam lindur nga ambjeri i tyre, kështu që. Do të thonë ke shumë kujtime rrugëve të këtij qyteti. Pastaj se në çdo rrugicë kemi kujtime. Fakti se jam rritur këtu, fakti se kam mbaruar shkollën këtu, fakti që tani jam kthyer dhe po punoj këtu, lidh shumë me qytetin dhe duhet ta vazhdoj këtu, gjithçka do ta vazhdoj këtu, edhe kontributin, edhe të rris familjen, edhe kontributin tim ta vazhdoj në qytetin e Lezhës. Unë në pamje të parë, nëse shoh zhurmat, lëvizje, qarkullimi i njerëzve apo i automjeteve, nuk do ta dalloja Lezhën nga Tirana ndoshta. Ky shpirt është për ditë i Lezhës? Sot është ditë pune, edhe ka lëvizje, ka jetë në qytet. Ajo që do ishte shumë më mirë është po të kishte edhe darka këtë intensitet të lloj lëvizje dhe shpresojmë që të kemi mundësi me kontributin tonë të nxisim këtë fenomen, që darkë është të ketë lëvizje, të ketë qarkullim, të ketë njerëz që punojnë, që jetojnë, efekte sociale, pasi kjo është çka e bën Lezhën qytet. Pra mos ketë ndoshta zhurmë darkave vetëm kur ka sezonin turistik, po edhe në çdo sezon apo jo? Ta zgjasim maksimalisht atë sezon, pa të kemi mundësi që mos të ngelim vetëm në periudhën e 2 muajve të verës, po të kemi një kozgjatje sa më gjatë sezonit, pa të ketë aktivitete, të ketë gjëra se pse njerëzit duhet vinë Lezhë, ose pse të dalin edhe nga shtëpia, të jenë sa më social, se pak ndërhyrjet sociale të telefonave, teknologjisë po humbasin pak të shkallën njerëzore, po shkojmë pak larg. Kemi sa më shumë aktivitete që na lidhin sa më shumë me njëri tjetrin, kemi sa më social. Në qasjen tënde, çfarë mendon se i mungon qytetit Lezhës, por që mund ta ketë? Lezhë është më shumë se aq sa duket tani. Lezhë ka potencial të madh shumë Shëngjinin. Shëngjinin vetvete kërkon një ushtri të madhe, kërkon ndërtuesa, kërkon guzhiniera, kamariera. Ideja është që të shohim problemet konkrete që t'japim zgjidhjet konkrete. Pra, nëse ka nevojë për kamariera, hajde t'japim seriozitet investimit të shkollave profesionale, se si kamarier. Ka apo jo shkolla profesionale? Ka shkolla, po problemi është pak edhe te mentaliteti, se puna e kamarierit shikohet si diçka e përkohshme. Puna e guzhinierit prap si variant i dytë. Pa le të kthejmë si pasion dhe si dëshirë, pa le të shprehet maksimalisht që ky është një lloj biznesit që ka potencial realisht qyteti jonë. Dhe këtu mund të ketë një të ardhme shumë të mirë, njëri që mund të vinë nga fshatrat, për shembull, nuk shkon as Tirana as jashtë shtetit, po e ndërton të ardhmen në Lezhë. Patjetër, sepse tregu e kërkon. Menaxhimi i kësaj situate është cilësi i zgjidhjes për qytetin e Lezhës. Pra ku fermeri
tregun e ka të sigurt, sepse realisht të nverë vinë njerëz. Përveç problematikave të tipit të trafikut, të kaosit që kryhet pak, që me pak infrastrukturë mund zgjidhet, kjo të letë jetë një thirrje, se jo vetëm dikush që vjen nga Rresheni ose nga fshatat, po dhe ata që jetojnë në Itali. Unë kam familjarë të mi që për shembull kultivojnë sallat në Itali. Po pse mos ta bëje këtu? Pse mos ta bëj këtu në Lezhë? Dielli mrekulli, toka mrekulli, vit ta bëj këtu. Dhe tregun e ka të sigurt, sepse realiteti është ky që ka konsum. Sa më tepër kalojnë ditët e fushatës, aq më etshëm bëhet edhe gara. Si funksionon koordinimi, bashkëpunimi mes jush? Ne jemi gjithë bashkë për një qëllim, për të maksimalizuar votën. Që do të thotë, nëse te koalicioni Atlantik dikush që ka preferencë një kandidat tjetër, votat që shkojnë për atë kandidatin tjetër rrjedhimisht është edhe për mua. Pra, te kjo pjesë jemi shumë ndjeshëm, aty është formula. Kjo na ka bënë pasi një frymë shumë të mirë bashkëpunimi. Terreni im është më shumë Lezhë, por kemi edhe persona nga Kurbini, pra koncepti ka qenë që të zgjidhen njerëz sa më lokal, sa më afër zonës tyre dhe sa më gjithëpërfshirës. Krahas kësaj është edhe diferencimi që kemi në profesione. Pra gjithë secili jep atë maksimumin e kontributit vet. Sepse mendoj edhe politika e tillë është që nuk është të bëj vetëm një arkitekt, pra një bashkim i profesioneve të ndryshme për dhënë më të mirën e mundshme. Hoteli Gjuetis është një nga destinacionet që kush vjen në Lezhë, me patjetër o do të ndalojë, ose ka dëgjuar, ose e ka parë diku. Zona Shillit nuk e kemi ne për sa i përket turizmit. Familja jonë ka punu gurin, me proponimin e gurit, me proponimin e verit. Mendoj se edhe një nga arsyet pse unë jam bërë arkitekt është që i vogël jam edukuar me atë bukurin e artistikën e gurit. Ku është dora jote këtu, nga sa shohim? Kjo pjesa këtu është marrja elementeve tradicional për të kthyer në formë moderne, pa përsëritja, futja ujit brenda për dhënë atë idenë edhe të bashkëtesës kohës së sotme. Për mua, përveç po themi gurit, tullës, drasës, materialet që e bojnë arkitekturën, ka qenë shumë e rëndësishme ajo pjesa që kam pas mundësinë që të bëj objektin, por të shikoj edhe pjesën se si jetohet në te, ta monitoroj. Dhe të themi, ka qenë një shkollë e dytë si përmarrja. Erdhi jo si dëshira imja për të marrë me turizëm, saqë ishte më shumë dëshira për të marrë një objekt me vlera historike, kulturore në qytetin e Lezhës, që po vdiste, për ta rivitalizuar. Ti e ke filluar, po them, jetën familjare në një moshë të re. Ti tashmë je baba i 2 fëmijëve të vegjël. Ti je shef edhe të ardhmen e fëmijëve të tuk-tuk. Patjetër se shokto biles diskutimin që kam me bashkëshortën, pasi bashkëshortja ime ka jetuar në Itali, që e vogël me familjen dhe është shqiptar që shkojnë herët në Itali, që bëhen me pasaportë italiane i duket e vështirë për të ardhur. E ka bërë këtë sakrificë për mua, për të jam shumë mirënjohës. Diskutimin që bëjmë bashkëshortën jo do shohim për jashtë. E them propaganda ime do jetë maksimale, sepse fakti se unë zgjedha të jetë në Shqipëri, zgjedha që të studioj në Shqipëri, nuk është se më ka munguar një gjë. Më kujtohet bisedova me familjen, i thash duam të studiojmë në Kanada. Baba ishte shumë entuziast që duhet të shkosh kurse nana vazhdoi të qa. Edhe mendova gjithë natën thash do rrim në Shqipëri, paktën të jem pranë familjes. Dhe mendoj është vendimi më i bukur që kam marrë në jetën time, fakti se kam nejtë në Shqipëri. Aleksandër, i gjithë biznesi juaj familjar, po them, si një model suksesi për të gjithë zonën, mendon që po të kishte shumë në numër nga këto? Do të kishte një tjetër zhvillim zonës? Lezhë ka biznese, që është realiteti. Ajo që mendoj unë, që mund të shërbeje shumë biznesit lezhjan, është, po themi, ajo pjesa ku mbaron ajo përgjegjësia private, ku hyn pak ajo pjesa publike e shtetit. Po të ishte rregulluar rruga, pra të ishte bërë segmenti autostrada, ne jemi lagje e bukur e Tiranës, pra flasësh për 20-30 minuta, është koncept si në Europë janë. Pra infrastruktura do e ndihmonte gjithsesi. Absolutisht. Aktualisht kemi sezonin që kemi atë pikën më kulminante. Numri i madh i njerëzve, mungesa e infrastrukturës e vështirëson pak situatën dhe kam merakun se kjo mungesë infrastrukture do na nxjerrë pak naç klientat. Pra po themi do marrim kosto, biznesi do marrë kosto personale për gjëra që realisht nuk i ka në dorë. Këta që merren me organizimin e menaxhimit të fushatës që keni pas këtë gjithë të rinj, të moshës së re. Si koordinoheni me punët tuaja gjatë fushatës? Përveç familjes, shoqëria është mbështetja më e madhe që kam. Mundohemi që gjithë bashkë
duke qenë se edhe për mua diçka e re, gjithë së bashku të organizohemi sa e mirë. Gjithë secili edhe idetë e veta, si do të shkojmë, ku do të organizohemi, çfarë mund bëjmë. Është një konglomerat idesh që kemi gjithë bashkë. Dhe siç vehet, punojmë terren, evidentojmë problematika, nxjerrim program dhe pastaj gjatë ditës e shfrytëzojmë. Pra, konsultoni njëri tjetrin dhe pastaj dini në përfundime se ku do të shkojmë, në cilën zonë. Krahasisht për të maksimizuar të pjesëmarrjen dhe kapjen e sa më shumë pikave, jemi organizuar si grup që me kontributin e gjithë secilit kemi mundësi që shkojmë sa më brendësi të shpërndarjes në gjithë qarkun, duke qenë se Lezhë është një qark i madh, përfshin edhe Mirditin edhe Kurbini, e do një angazhim të madh, domethënë më të madh se personalisht. Ideja dhe koncepti është që përveç të rrethit ngushtë, kemi gjithë secili rrethin që shkojmë edhe i prekim i takojmë dhe bashkëbisedojmë kryesisht me moshat tona. Pra, për mua janë si ambasador të hapjes fjalës mirë dhe misionit mirë që kemi. Nuk është thjesht një fushat për mua, është fillimi i një rrugtimi të ri të cilin dua ta bëj me ju. Nuk kërkoj vetëm votën tuaj, por besimin dhe guximin për të ndërtuar gjërat e mira. Sepse nuk vi këtu thjesht si politikan, por si një bashkëkohëtar juaj.